Pudrën e bebes mund ta përdorni për këto 3 gjëra që nuk I keni ditur më parë. Me siguri edhe ju jeni një prej atyre personave që mendoni se pudra e bebes duhet të përdoret gjithmonë për të voglin tuaj, por pasi të dëgjoni këtë video do të ndroni mendje. Pudra mund të bëjë mrekulli të vogla për ju, të cilat nuk I kishit çuar ndërmend më parë, duke filluar nga përdorimet estetike deri te procedurat e vështira të larjes. Të lodhura nga pamja e qerpikëve tuaj të cilat edhe pse I lyeni vazhdimisht duken të pajetë. Zgjidhja më e thjeshtë është me ndihmën e kunjave të veshit të pudrosni gjithë vijën e çimeve dhe më pas të lyeni me rimel. Të kesh flokë të yndyrshëm nuk është gjithmonë e lehtë, sidomos kur bëhet fjala për higjienën e tyre. Larja e vazhdueshme nuk është as pak zgjidhje e dur pasi dëmton sebumin natyral. Për këtë arsye mjafton të pudrosni flokun tuaj. Neutralizoni aromat e padëshiruara të urinës së kafshës shtëpiake duke hedhur sipër saj edhe pudër deri në momentin që ta lani.